Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku jam sot pranë jush për të komentuar në fakt një ngjarje që po përflitet shumë në median ros. Do të flas për një marrëdhënie dashurie, do të flas për një emocion, do të flas për një pasion, do të flas për një dashuri që ishte shembulli më i bukur që duhet ndjekur, por një dashuri që siç duket sipas lajmeve që flitet ka përfunduar. Unë dua të flas pak më në detaje. Po flitet për Ledion Liçon dhe Sara Hoxhën, një çift që thuhet se ka përfunduar marrëdhënien e tyre. E para njëherë nuk kemi asnjë lloj argumenti nga ana e Ledionit që dashuria e tyre ka përfunduar, por nuk kemi asnjë argument edhe nga ana e Sarës. Domethënë Sara dhe Ledioni vazhdojnë të ndjekin njëri tjetrin intenzivisht në rrjetet sociale të tyre Instagram. Domethënë nuk është se ka ndonjë gjë që marrëdhënia ka përfunduar, por dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju këtë marrëdhënie? Është një marrëdhënie që ka përfunduar apo thjesht është një tash e them që po flitet lart dhe poshtë?